Si ishte jeta në Shkodër në kohën kur hoq feja? Edhe ju keni përjetuar edhe këtë rastin që treguat që kisha u kthyen palestër. A kishe ti në atë kohë një perceptim çfarë po ndodhte, qoftë njësim nga familja ose nga shokët e tjerë? Prep ashtë të mosha, duhet me llogari, kam 10 vjeç, dhe jam kupton kur ashtë prish kisha. Se kur ta bëj këtë pyetje kam parasysh edhe memorien time për atë periudhë. Edhe nuk kam pas të pak të më kujtohet shumë mirë për me hi thellë, për me kuptu çfarë dami ta ba, e dalloshat e babat e nana, adin e dallosh si ka me u ba, në atë shqetësimin, ma shumë aja gjyshja, nana e nanës teme, aja ishte mësu me shku në kish, e më ka pa marrë disa herë shkoshim në kish me te aja, më ka pa qute Monsinjor Qoba, kam pa marrë kunimin e parë dhe po nuk jam gërzmu, se duhet me kenë, do të thana mëll kisha kur ka ardhë mosha për mu gërzmu, po e majmen të kisha amalle, pa katekizëm, nuk kena pas katekizëm, e kam fjallin me shku fëmijët, me mësu prifti, vetëm kena marrë kunimin e parë, kam shku shpesh me nanën, kena shku dhe të kisha Shënkollit që thaq u ba palestër, adhe ma vonë kisha amalle u këthy u ba palat sportit. Ashtë përqendru në atë kohë, feja mundë me thënë ka këtë ma fort e përqendru me të festat e mlaja. Krishtlindjet, Pashk, e majme në Shmarku, ka kanë baba, ka pas emnin Mark, dhe më thënë për Shmark, adin nga ka në ardhë miqë shok, për emen, nuk e kena festu datë linjet, në atë kohë sa kanë dita emnit, ma shumë a festu dita emnit. Edhe nuk kam pas një mres të malë, vetëm si të thashë edhe herë, festat e mlaja, me tesha të reja, vishin njerëz, me hangër diqa ma të mirë, ma të bukur, edhe nuk e hapshim, por prep si fmi nuk e kena ditë për mu rujt e mu ba, kena dalë e majmen për Pashk mërsha i qanë të vogël, kishim ata vëtë, mren. Në Shkodër, ka i herë me të thanë drejt në shpirtit, për të thëmën edhe egzageroj njerëzit, adin a kanë frikat, ka pa ditë babat, ka pa ditë vlaj, mundë që ka pas qirashtës. Nuk kam pa një gjanë një herë, bajagi kena në të kohë, fakte në të përshtypim kalan në të rrethin tonë familjar, në të pelgun e shoqnisë, babësit, nanës, dajave, të agjave këta. Në është ka kënë si pun island, adin ka kënë një iso jishullit, po jam një këtë që normal nuk kena pas, se kena pas një frikë me fola, me thanë diqa. Pa tjetër me shoke, me ta se kena ba në shkollë, por në të ambientin tonë, bajagit lirë, kisha me thanë. Do Fredi, kur e ke ndjerë për herë të parë thirrjen në Zotit për të bërë shërbësi ti? Bravo. Dhe si ndodhi në këto raste? Si ndodhi, është... Nga ana teologjike, si ndodhi, si e shpjegoj? Juve si ashtë. Ashtë aja prirja që për unë e besoj pa tjetër në Zotin, në duhet me besu çdo njeri që vjen në këtë botë ka i mision. Absolut. Për menimin tem. Atëherë se si e kryen ti atë mision, e ke atë vullnetin e lirë. Mirë po ba me mujtë çdo njeri me e gjetë cila misioni jem, edhe në njetë, edhe me fillu me e vazhdu, ka me jetu në paqë, e ka me jetu në gzim. Kjo se ka me ba një zgjedhje vetë, për atë që dënaj, ose dishërënaj, nuk asë se s'ka me kënë një gzumë, por nuk ka me realizu kurat gzimin që na jep Zoti qysh për fillimit kur na bjenin këtë botë. Ashtë dikush i thirrën me kanë politikan, a dikush i thirrën me kanë muzikant, a dikush i thirrën me kanë prift, me kanë babë, nanë, me kanë single, adin me kanë... Shumë mirë shpjegon, falenderoj. Janë gjana, mi për tanë problemi është me mujtë me kap, me dalu edhe me nejt asaj. Po aja është knija e parë që të thaqë, nana në ka nejtë ma shumë afër, baba në ka baba i fje katekizëm, kena pas liber të vogël për historinë e Krishtit, adin e të judejve, adin por nuk ka ka një gjatë që ka lanë një mres të malë. Vetëm kujtojt të testamenti i vjetër Jozefi, që e kapin vllaznit, sepse Jozefi kishte prirje për me, ka kanë si mistik, ka pas prirje për me analizu edhe për me dhanë kuptim andrave. Edhe atë janë një ati e do të fort, pa ata vllaznit e ti, 12, që ishin e 11 vllaznit, ishin gjeloz.
edhe se baba I bate ma favore, kur të rritë në shkurt më abeti vendosin me vra, mi pate njeni prej vllaznëve thot, nuk po vrasim, po shesim, kështu ja shesi një Egyptianit, a I shkon në Egypt si fëmijë, edhe arrin mu ba një shoku ma I ngushtë I djalit faraonit, edhe ma vonë faraoni e ven për tanë ekonominë e vendit, kështu si me thanë, ministri I ushqimeve, ministri I ekonomisë, këtan. Edhe atë mi, po më ka pa me të përshtypje, si mundet vlaj me shit vlad në vogël, ka pa me të si me në këtë zaharoj korë. Por, në mi fjallë nuk kam kanë fort I thellë në atë drejtim. Nana në ka pa mësu me thanë në ratë, sidomos para si më ra me fjetu, do të në ka pa mësu me thanë 10 herë, o I lumi Jezu Krisht, zemër bute I përvujt, banë që zemra jeme, ti përgjajnë zemër stame. Edhe I thoshim, po ba me të zanë gjumi, thote, ba me të zanë gjumi, kanë me vazhdu e në gjithë. E ishte gja punë. Po trakitja, si teri firja. Ka kanë tash kam kanë, me ta thanë drejt, nuk mundem mi avu pikën, veç kam kanë 14 të I ba 15 vjeç. A din në atë ko. Ju e dini prej Erik Eriksonit, që është një prej psikologëve të famshëm, a I ka ba një libër që quhet Stages of Development. Ka shumë I rëndësishëm, është shkallat e zhvillimit. A I thot që një njëri kur lende 7 vjeç habeb. 7 vjeç fillon arsyja. 7 den 14 I e fëmijë. 14 fillon, pra gjithmonë 7 është ai numri perfekt, 7 ditë e krijimit e tana. 14 fillon me dal mjekra, fillon me ba. 3 herë 7 ai 21. Erik Eriksoni thot 21 vjeç koha kur na plak na ma shumë se kur. Një atë ftyrë që kena 21 vjeç e kena tan jetën. Kur je I vogël, fëmijë mundesh me pas ky rrumullak, mundesh me u bë gjatë, mundet me ndryshu gjithçka. Atë janë bami I vure shumë e rëndësishme, po çdo në më hi aty. Se nuk do të bëjnë ndërhyrje këtu, se nuk është rëndësishme që këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur mbush 21 vjet, ke drejt pish pi alkolike. Po, janë të lidhuna shumë me këtë. Pra, dhe më thënë, vinë gjithmonë kur kalohet prej një shkallës, zhvillimit të një shtjetër, shoqënohet me krizë. Se ti një farë mënyrë nuk ke dëshirë me shku më nëllë, ke qef me netë ku ki kenë. Po ja, atë eksperiencën duam si ndodhi ke juve. Se një aty du me dalë, pra kur shkon prej një fazët, zhvillimit të një fazë tjetër a një moment krizit. Ti e din... Po, absolutisht. Po, 67-42, që I thonë midlife crisis. Po. Një ashtë momenti kur njerëzit kanë shumë bezdime e pranu që hinën në rrugën e pleqnis, dhe me netë përptaj rinia, edhe krijon krizë të njëna vetit, se njën, pra në kjo se shefi burë, që ashtë 42 vjeç, 43 vjeç, vesh pantalona blue jeansit, holla, adin lynë flokët, ma shkon me djelë tri, adin e këtana, aja ty rezistu, nuk dënë me pranu, që duhet me shku një fazë, edhe aj mundet me kalu në kriza, që janë kështë kriza psikologike. Njëjtën gjë është kanë të unë. Mrapa kam pa, kur kam studiu në Amerikë, 14 të ju ba 15. A kupton, a një moment që përpëthu jam fëmijë, po përpëthu jam djallë, të shë, ju ba adolescent, je djallë I ri. Zdi jam kupton, nuk mundesh me nga vrap në për rrugicë, si ke nga ashtu. Edhe një atë kohë ka kanë për herë të parë, që ka kanë një pyetje, që besoj se çdo njëri në botë e banë atë pyetje, një pyetje fundamentale që më ka linë këtu mrenë. Kja unë për vedi nuk I ve, thëmë zoti, se s'mundet marrë ka në intelektuale, nuk ashtë intelektuale, ashtë shpirtnore. Kam thënë me vedi ka që edhe më ka të rëndit e majmen, që ashtë jeta? Pse jena në këtë botë, na? Ka kena ardhë, prej ku kena ardhë, ku shkojmë? Adim, qa suksesi, qa familja? Për herë të parë kam vu qa shteti, që di jam kuptën, futin tana këta nocionet e hatashme. Mi po e majmen ka pa turbullu, se u munosha ma të menë teme, për më mujtë mi dhanë zgjidhi, po nuk ishin ashtu me taman, si thonë në Amerikan, adin quenching, adin me ta hek shujtjen e me besu. Atë janë në të kohë sa kanë edhe kulturë fort
a kanë si tabu me fol me babën e me njerëzit, këta gjana në është ta me i shok, po shok si ishin kërkun, priftat s'ka në egzistu, në është ta me paken sot kisha me shku te i prift, o motor, morgesh e tana. Ade e majme një aty kam fillu me ledzu. Ade dosha me shku te njerëz që ishin të meqëm, Tolstoj ka kanë për mu tapë. Dhe thanë ka kanë mojë mërkullu lufta apaqat, gjithë që a kanë unili. Dhe thanë Tolstoj ka kanë zemër teme komplet. E për asaj, gadi po të thush, kërit letërsia ruse për para revolucionit. Zja, me Lermontovin, me Pushkinin, e Çanishevskin, gjithë që a ishte e asaj kohët kalu me Pushkinin, e tanë Gogoli, tanë ata dhe thanë Kuprini, janë kanë shumë do shkrimtar të mërkullushëm. A dhe janë Charles Dickens, ka janë jashtë zakonshëm, Pirandelloja, e maj me novela për una, novelat e një vitit, e më rranë pëlqete shumë hygoj. Mi po tanë të që më pëlqeshin, kishin frym, ma vone kam vore, frym fetare. Për shamull Goethe nuk ka frym fetare. Goethe është produkti revolucionit francez, shumë i kulturum, adin shumë i ditun, po jo jurt. Urtia është ana shpirtnore. Balzaku, ka kanë si Goethe, që më pëlqete Balzaku, të meqen po jo turt. Dhe më kuptën Prospor Merime, tanë të që kam një, kurse të Charles Dickens, shifsha ata dozat e shpirtit. Dhe adën Charles Dickens i për mu ka kanë diçan midis, ka pa shpirtnoren edhe të dyja të kombinume, po jo në shkallë të kërit nalë të anën shpirtnore, por shumë bukur. Mi fjallë tanë të letërsia, atëherë kam fillova me ledzu gjithësha, Sukuntalin, ata grekte, turqte, japoneze, tanë qado që ashtë përkthyn ju Shqipe, e qado që mu isha me gjithë një italisht. Edhe kam pa marrë atëherë në disa një fletore, që i blesha dhe kur ishte një i thanje e bukur, po qa e shkrusha në fletore. Qa ishte thanja bukur? Aja që më shqete mu për atë pytjen që i kisha ba vedi dikur. Zdja më kuptën me thanë, qa na duket ne di qa bukur, një që të vlen ty për momentin. Kjo se ti e një nevoj shpirtnor, ose intelektuale, ose materiale, ty të pëlqen shumë një thanje e një njëri të malë, kur ta ushqen, ose ti ilshon i hel drit, asaj pyqjes që kemë rëndë. E da në me thanë në banat. Në atë kohë, adë janë ushtorë rrita, u qetsova. Adë në marrë shkolla mesme, kur marrë shkolla mesme, adë janë më qunet e fabrika e këpucve, u do të me ba, kam punu adë të fabrika e këpucve, në janar 79, kam shku ushtar, në pridhë në mas kjo shagabim, ka kanë termeti i 79, që ka para të Shkoder, e kam diftu edhe të zotni Fevzio, në atë kohë që ka kanë termeti vlajem i mali që ka pa maru shkollën teknikumin e nërtimit, pra ka kanë shkolla mesme e nërtimit, e kanë pa saktu lagja atë edhe një 2 vetë tjerë për me shkune për shpia të damtume me ba njësoj preventivit. Si me thanë, kja shpia damtu kaq, do një kaq pare. A i preventiv atërën u qotin lagja qotin komiteti në shtetat në Tiranë edhe qa mundet me një mu. Ka hinte shpia kësaj Luqe Shkezit, aja ka pas një valigje të mshehun me librat në lumë. Se ju e dinin, në 68-in ka dalë ligji, mos jam myll kisha, fe dhe agitacion propagandë. Pra propaganda për fen, ka kanë 7 dhe në 15 vjetë burg, kjo se ki fol për fen. Zefleka, për shemull, ju kujto që ka kanë i kongë që thote që në gjivo vogël pëse me nushëm. Zefleka ka bate, ka hinë burge, vetëm se i kanë gjithë një liber, Quo Vadis Dominus. Dhe sot ajo është qarkullon. Po, qarkullon për, ka kanë një muzikant tepër i talentum, ka kanë shok i babs, a i ka pas shumë shok, po do thënë një, që baba e ka njoft, ka shku mirë, futen burg. Adin që i gjithë, pra ka kanë i ko vishtërsiet. Aja i kishte marrë libert e në lumë, edhe i ka futen në tavan. Po në atë kohë tavanat shumë prej shpijave kanë me kalama, edhe i kanë vu gëlqere, edhe atëre kanë lydë bardë. Kështu që kur ashtun, ashem aja, ka
aja valigja poshtë. Po valigja ka kanë drunit në atë kohë, janë kanë kauçukut ose me lkurja. Që në rend. Bravo, na thy, a danë janë shpërndar librat, edhe aje më vlla ka pasi fje plune do debrisi, thonë, adin në gjana sipër.